të plot. Jemi në periudhën më të bukur të vitit, festat e fundvitit, dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi ardhur për vizitë diku. Ne kemi ardhur në shtëpinë e Orinda Hutës dhe Turian Hyskos për të përcjell pak nga atmosfera e tyre festive. Si po i kalojnë ata këto ditë, çfarë bëjnë, çfarë s'bëjnë, to shikojmë aty brenda. Ka njeri në shtëpi? Hello, hello. Mirë se erdhat. Mirë se gjetëm. Vetëm të riqe. Që nga me teknologji të huaj kjo. Si e? Mirë se me erdhat. Si, Orinda. Mirë se të gjetëm. Orinda me këpuc të futemi se... Me këpuc. Me këpuc. Në fare. Si ashteti. Si ashteti, si amerikanët. Si ashteti. Orinda, si kemi ardhur për festat e Ne fundvitit. nuk mund të vinim do duar bosh. Jeni shumë mirë, shumë Faleminderit. Ua, sa pamje e bukur Orinda. Faleminderit. Ja për këtë pamje u ble kjo shtëpi. Për shumë kam përdorur këto fotografit që kam bërë vjet me 30 vjetor. Ka qenë një ditë e veçantë në fakt për ne të tre atë ditë, edhe prandaj unë doja ta fotografoja dhe ka mbetur si kujtime të një viti më parë dhe ne sigurisht që do i zëvendësojmë me kujtimet e reja këtë vit me efektin e këto dhe fotografish. Ti në podcastin tënd kur ishte i ftuar i special Turiani, the që tema e vitit të ri vendoset që në nëntor për shkak të simbolikës që ka. E keni traditë tani, ë? Po, unë prandaj thash, po pse po ma punoj tash unë se nuk dua të marr artificiale, tash sepse unë dua ta pikërisht ditën 13, se është dita kur a marr vesh që kam qenë shtatzan me ata. Në 13 Po, nëntor, në 13 nëntor, kështu që edhe unë e vendos gjithmonë atë ditë, sepse sapo kam ardhur atë ditë pas e mora vesh isha shtatzan, hapa pemën, fillova dritat, duke i vënë të gjitha atë ditë kam qenë me mbesat, në fakt, nga ndihmuar Arturi. Po, nuk ka qenë bret natyral, ka qenë hera e fundit që vija atë bretin artificial. Dhe pastaj, pas atij viti, nisa me bret natyral. Dhe pas asaj unë doja që çdo vit ta vija atë datë, sepse gjithmonë më kthente në ato kujtime të bukura. Këtu, Shtëpiza. Shtëpiza vogël. Po. Këtë ma ka dhuruar Xhemi, ditën kur pra morëm vesh që unë isha shtatzan, Xhemi ka qenë ndërpara që E mori vesh, okej. Dhe atë ditë, domethënë ka shkuar, ka zgjedhur, ka qenë jashtë në fakt në ato javë dhe mori shtëpizën. Këtë shtëpisën, e zgjodhi Gabrieli dhe ta e ka zgjedhur për nuk e dinim atëherë ç'a ishte, e ka zgjedhur për bebi. Për bebi. Gabrieli ishte të vjetë të pemë. Dhe këtë vit më solli këta Xhemi, në fakt më solli çift, është 1000, ishin 2000, po njërin hëngri Rubi. Rubi është qeni. Ja, fotoja tjetër që ta kuptojnë, është Rubi. Do sa ta thoja, Rubin ku e keni? Rubin e kemi çuar për xhiro se kisha hanë mos ju prishja punë juve. Si është të bashkjetosh me një qen, dhe aq më tepër me një qen dhe fëmijët pastaj se Se është qen i madh, është golden retriever. Është fantastike. Të gjohë, unë ju lash në këmë, nuk është normale, ulemi. Ndërkohë po ju bë pak çokoladë, unë kam bërë pak kakao, kam një kakao që e kam blerë në aeroport kur isha në Angli, është një firmë shumë e mirë atje, është me saltit karamel ose kakao normale, si e doni? Po kakao normalin e kemi pirë, provojmë këtë të jashtë. Provojmë këtë anglez. Saltit karamel, po. Edhe ndërkohë po ju nxjerrë këto biskotat që kam bërë vetë. Cili është gatimi që ti e qan? Më specializuar. Lazanjën.
Se mua më kanë thënë që ti je një super ambicje shkëlqyer. O, ti faleminderit. Kështu që Shumë mirë. është shumë më mirë të lumshin duart. Orinda, me që ti po na ëmbëlson tani, ta ëmbëlsojmë dhe ne bisedën. Po. Patjetër se. Taksirati. Kuptoj. E di çfarë dua unë të dëgjoj nga ty? Historinë me turin, historinë e dashurisë. Wow. Ato E ke thënë me mira. dua të di ato Momentet e para, flirtimet. Edhe si të propozoj. Se dua të di pastaj unë të dëgjojnë ata. Propozim as moment. S'ka pas? Jo. Turi? Pra, Turian Hysko nuk të ka propozuar kur? Është moment. Turi si ke propozuar ti Orindës? Le të flasim për këtë. Nuk ka pas asnjëherë propozim. Pas thjesht një puthje. Edhe që ishte ngritur podi për atë puthjen shumë. Ishte mbajtur në tiro gjithkohë situata, ne kemi qenë në një klasë. Në universitet në vitën e parë, tek Mueti, edhe aty filluam të ngacmoheshim me njëri tjetrin. Nuk duroheshim me njëri tjetrin. Ishin ato dashuritë që grinde në fillim. Grindeshim shumë, ne nuk e kemi, ne jemi njohur me njëri tjetrin që kur ata u futën në muzikë, pra unë sapo kisha një vit që kisha bërë këngën tani. Edhe që atë moment nuk e kemi pas qef. Është ai kamuflimi Orinda i atyre. Nuk është kamuflimi. Jo, realisht nuk e kemi pas qef njëri tjetrin. As ai mua, as unë atë. Dhe madje ai arrinte deri aty sa thoshte unë nuk bëj tekst për këtë. Me vërtet? Sepse Flori bënte këngët në atë kohë dhe thotë tur më duhet një tekst për Orindën. Unë nuk bëj tekst për këtë. Po pse? Ishte thjesht një përshtypje e parë? Nuk e pëlqej. Më duket mendje madhe, thoshte. Ndërkohë që unë mendohet një të gjë për të. Po kur u zbut Turiani? U zbut kur ishim në shkollë, kur filluam të qëndronim më shumë me njëri tjetrin. Kur unë fillova të qëndroja shumë me Albanin, me shokun e vet, ne rrinim gjithkohë, nuk kisha ndejtë më përpara, po tashmë rria më shumë po. Me të. Edhe në klasë pastaj kur kishim ato përballjet e ideve, përplasjet e ideve me njëri tjetrin, që kush e di më mirë këtë gjë dhe kush e thot më mirë këtë gjë. Edhe gjithmonë kishim le të themi gricje që mërzisnim edhe klasën në këtë pikë ato kohë. Edhe por ishte një gjë, do të thënë u kthye në normalitet ajo, le të themi. Ato gricje. Deri në momentin që shkëmbyem numrat e telefonit, se deri në atë moment si kishim as numrat e telefonit me njëri tjetrin. Edhe çon një mesazh tek tuk, gricu, hajde dalim, jo s'dalim. Po të vetë vështirë në fillim. Bëhet ai të vështirë. Okej. Ka bërë. Edhe pse bëm kot kështu, po e bën dhe të vështirë, po të sikur. Edhe pastaj ka qenë një ditë që ne jemi futur në shkollë. Në shkollë edhe atë putin e parë. Po, në korridor, ishte bosh korridori. Pas keni dashuri filma, nga shkolla. A keni qenë që përplaseni me libra dhe ai të ndihmon? O zot, madje na binte një gjë, ai ma kapte mua. Kapi duart pastaj. Edhe pastaj aty nisi gjithçka. U bë si një histori që nuk kishte, le të themi, përkushtim në ato muajt e parë. Të shifrim, të shkonte ku të shkonte. Do eci, okej. Kur e kuptove Orinda që Turi ishte njeriu i jote jetës? Unë e kam kuptuar që ishte njeriu i mi jetës ndoshta pak më vonë, por që kam rënë dashuri me Turin, kam rënë një periudhë shumë të shkurtër koha dhe që do e ktheja botën mbrapsht që ne unë të rria me të, edhe të vazhdonim dashurinë. Edhe do e bindja për këtë, sepse që unë e doja fort, do e bindja dhe e kam bindur për këtë gjë. Edhe pastaj që e kuptova që ishte njeriu i mi jetës, ndoshta brenda vitit ka qenë, kaloi një vit dhe tash okay. Brenda vitit të parë. Brenda vitit të parë ka qenë. Orinda, si a the familjes? E kam gjetur të duhurin, si ishte takimi i parë. Familja e dinte që në fillim në fakt, që ne ishim bashkë, sepse unë kisha thënë motrës, edhe me motra ata, më është me njëri. Ishte motra ajo që bëri përcjelljen.
Me kë njërin, është më, merë, ç'në si ka, vendose rinë ata, kur ti teka, ata t'ja u thot, atëherë ata. Edhe ka qenë, kur ato e dinin gjithkohës, nuk është se unë flisja, edhe familje të shuj kemi pas, nuk është se kemi folur shumë, vetëm me vllajën e motrën maksimum e flisnin. Po me mamin unë nuk është se kam pas ndonjë marrëdhënie që të thoja gjithë shkalet e me as me mamin, as me babën. Dhe kështu që nuk më është dashur, nuk kam parë të nevojshme ndonjëherë për ta treguar në familje. Rinda, po marrëdhënien me lekun si e keni? Kush është më kursimtar dhe kush është më dorëshpuar si i thon? Unë jam dorëshpuar, unë se llogarist fare. Fare. Edhe kur sai është më thënë, nuk po vënë dukje mua gjë. Po është më i kujdesshëm se unë, absolutisht e leku. Po para, kush sjell më shumë në shtëpinë tuaj? Çfarë? Para, kush sjell më shumë? Turjani. Atë kemi ndarë. Cila është në shtëpinë, cila është ajo gjë që ose një dekor që ndoshta është më i shtrenjtë, se ka një vlerë pak më të lartë monetare. Për çfarë keni shpenzuar ju më shumë në shtëpinë tuaj? Për ta arreduar më ose? Televizori? Tamam si me qenë në sallën e kinema. Turi në një intervistë të fundmi ka thënë që do të bëj rikthimin e apartamentit 2XL, por në një formë tjetër, do ta risjellë në një format tjetër. Çfarë forme do e sjellë? Do të pyesja. Që çfarë mund të na zbulosh diçka si është ideja që Turi do e sjellë? Kur e lexova atë lajmin, no? As nuk e dija fare. Çfarë ka thënë ky tani këtu? Vetëm ai është komplet kundra që ta risjell. Po, sepse në fakt e ka thënë dhe te intervista me Dalinën që nuk do t'i rikthehet gjërave që ka lënë pas. Nuk e di si i ka ardhur në atë moment që e ka thënë. Okej. I ka shkar goja. Në shtëpi nuk është folur ndonjëherë këtë muhabet. Nuk është folur kurrë rikthimi 2XL. Jo, nuk është folur dhe ne aty thënë, ne kemi trauma nga 2XL-ja. Jo vetëm nga 2XL-ja, sigurisht nga gjithë puna e tij edhe me aktorët, që është absolutisht shumë e bukur, është por impenjative. Por është impenjative dhe unë i kisha të gjitha hallet të tyre në shtëpi dhe mua kjo gjëja nuk. Po, se e tha Turjani që unë i kisha dhe si vëllezër, si fëmijët e mi në një pikë. Po. Ata nuk kishin Kalifornia, ka qenë viti i parë që ne festuan vitin e ri jashtë shtëpia. Okej. E kemi shijuar pafund edhe pse nuk ishim në ndonjë vend kush e di se çfarë. Pa kërcika. Ishim jashtë shtëpia dhe nuk po mendonim. Nuk po mendonim për punë. Shkon tani. Apo e shohin njerëzit. Apo e shohin me atë programin Telemetrix në dorë gjithkohës. Ul tash, urri tani. Nëse do të vinte në të ardhmen në një ofertë që ta zhvendosje podcastin përsëri në televizion. Të ka ardhur. Po, nuk ka ardhur, po nuk kam pranuar. Nuk e dëshiruar që të rikthesh në televizion. Nuk kam pranuar sepse ka qenë madje s'ka shumë, një vit ka, domethënë që më është propozuar, edhe nuk e kam marr parasysh vetëm për këtë, do të sepse isha shumë mirë vetë, e menaxhoja shumë mirë vetë. Sigurisht janë rroga për të paguar. Po. Edhe që është një buxhet që shkon çdo muaj për një staf që janë rreth 4 veta, kështu që normalisht nuk është pak. Nuk është pak, po. Mua më binte kur në jetën e të lapsit më binte më mirë. Më mirë. Në fund të dish është dhe llogarit. Më binte më mirë, por më tepër emocionalisht unë isha shumë mirë. Isha qetë, mund të bëja shumë gjëra të tjera, mund të ndihmoja Turin për ndonjë gjë që ai kishte nevojë, kurse kur isha në televizion nuk mundesha dot të mbyllja as podcastin tim. Do të isha e zaur sepse kisha meraku si do shkonte. Laku në fyt nëse montazhi do arrinte të mbyllesh në kohë për transmetimin. Nuk kisha çdo gjë në dorë vet, sepse kur më përpara ke njerëz të tjerë mbi kokë më pas. Po. Edhe prandaj ndërkohë duhet mbaja përgjegjësi, edhe pse nuk kisha pse të mbaja përgjegjësi. Por përsëri është puna jote në fund të ditës. Puna ime në fund të ditës. Rinda, sa para mund të fitosh nga YouTube-i në Shqipëri? Të bërit YouTube në Shqipëri, a mund të mbash një familje të themi? Një familje me një shpenzime normale, për shembull, jo me. Po të them që maksimumi nuk është një, le të themi, shifër e lartë, por maksimumi që mund të arri, mund të më ketë arritur mua ndoshta në muaj nga YouTube-i,
mund të ketë qenë 3.000 euro në muaj. Pra, nuk është një shifër e keqe. Nuk është, po duke parë ato parasysh që Shqipëria nuk monetizohet. Po, pikërisht monetizohet vetëm nga ndjekësit. Edhe, pra, kanë qenë thjesht klikime nga ata që kanë ardhur nga jashtë. Pra, dhe kjo është okay, nuk është ndonjë gjë e madhe, po që për shembull për të hequr disa shpenzime, mund t'ja dalësh. Është okay, domethënë sepse sigurisht stafjet e gjitha kanë shpenzimet e veta, dhe shpenzimet, domethënë i mbulon, nuk është se si mbulon, le të themi në këtë pikë. Por çdo muaj mund të bëhet edhe më mirë. Sepse edhe ajo është, domethënë unë shikoj muaj pas muaj, ajo sa vjen edhe shtohet edhe kështu po sigurisht që nuk merret për bazë vetëm ajo, domethënë nuk mund të bësh podcast vetëm nga klip. Patjetër. Mam do jetë më shumë se sa thjesht podcast, edhe do bëhet e website-i është bërë gati, kështu që do jetë ajo pjesa e këshillimit që vjen nëpërmjet episodeve. Ndonjëherë sigurisht që nuk janë mjekësore dhe që të merren për bazë, unë e them gjithmonë, nuk janë mjekësore, mos i merrni për bazë detyrimisht, janë eksperienca personale që ndryshojnë nga personi në person, sepse nuk i dihet asnjëherë si vjen mëmësia për mua, nuk vjen për njëri tjetër. Edhe se si më ndodhi mua rrethanat, domethënë si përgjigjet instinkti im i prindërimit nuk përgjigjet ty apo dikujt tjetër, kështu që nuk duhet marr fare për bazë apo të gjykohet. Ndërsa kur flasim me mjek, atëherë aty mund të aty nuk kam çfarë të fare dhe shpeshherë edhe kur arrin të tjerët të diskutojnë mjekët, unë vetëm qesh sepse në fund fare ai ka bërë një shkollë për atë punë dhe është në përditshmëri me njerëzit, ka më shumë eksperiencë se çdo kush tjetër, kështu që por në fund fare kanë opinionin e tyre dhe duhet ta japin, nëse i intereson ta japin, nëse nuk e kanë problem, mund ta japin, qoftë edhe kur ka nota le të themi budallaqe brenda. Ndërkohë s'ka problem. Por duhet të bëjmë pak më shumë profesionale, qoftë edhe rrëfimet që unë nuk nxjerr në podcast, do i nxjerr në website. Okej. Pse kjo shkëputje nga muzika, nga festivalet? Më thënë, pse nga se erdhi ky vendim dhe do të shohim ndonjëherë përsëri në festival nuk mendoj që do më shohësh. Sepse është shumë i lodhshëm. Ka energji të mirë. Do mes kolegëve po thua? Ti nisesh për një gjë të mirë. Ti nisesh për një s'kam ç'a humb fund fare se nuk është se po kërkoj çmimin e parë, kupton? Unë jam nis gjithmonë, nuk është se kam hyrë për çmimin e parë. Kam hyrë sepse kënga më ka pëlqyer që kam bërë. Kam menduar që të tjerëve do i pëlqejë si produksioni imi. Por nuk kam menduar ndonjëherë që nuk jam nisur asnjëherë për çmimin e parë të një festivali. Dhe duke qenë se nisesh me këtë lloj ideje, kur ti futesh edhe merr energji të keqe, dhe gjithë ai shpenzim kolosal në një festival, po do kurohesh edhe nga veshja dhe kënga, muzika, çdo gjë. Shkon 5.000 euro, jo veshja. Domethënë janë të gjitha shpenzime që janë thua pse duhet të bëj unë këto? Dhe ndërkohë futi edhe energjinë jo të mirë brenda. Për çfarë duhet ta lodhun veten? Në fund të ditës do përjetoj këtë. S'ka më festivale. Nuk bind më kthimin në festival. Unë bëra këngën e fundit që do e lançoj shumë shpejt. Është këngë shumë e bukur. Nëse do ishte në një festival absolutisht të bënte namin. Edhe turi për shembull ishte me idenë që unë ta fusja në festival. Okej. Në këngë magjike. Po, në këngë magjike. Edhe unë nuk isha, nuk kam atë ndjesinë. Tash unë për të kthyer në festival, tash unë dhe nuk mendoj se do e bëj më festivalin. Nuk do e bëj më festivalin sepse nuk kam energji për ta bërë. Bashkëpunim me turin do bësh? Se tash dhe turi është shkëputur nga muzika fare. Po. E ka lënë dhe ai pas dore. Ndërkohë bënte super hit edhe ai. Si thoshte Turi se e ka thënë nuk dorin ta bëj këngë me mua. Nuk dua. Si është tani e vërteta? Si qëndron e vërtet? Po pse nuk do? Një kujtim për atarën. Po është tjetër gjë për atarën, por nuk na ka ardhur neve. Për shembull Turi ka bërë me çunat një këngë shumë të bukur për fëmijët, që unë nxora pak tek promoja që kisha bërë për podcastin e Turin. Është këngë e jashtëzakonshme.
Se cili ka dhënë eksperiencën e vetë personale të prindërimit në atë këngë edhe shumë e ndjerë si këngë. Unë I them gjithkohë nxirr. Produkt 28-a pra. Produkt 28-a. Edhe ka një këngë për fëmijët, kështu që nuk e di nëse do bëhet një këngë për ata. E kam pasur dëshirë, kam pasur qef, po nuk e kam menduar ta bëj me turin. Do bashkëpunëtor të tjerë. Jo, nuk dua bashkëpunëtor të tjerë për ata. Thjesht nuk e do. Nuk dua bashkëpunëtor të tjerë, por nuk e kam menduar, edhe qesha ai, shpërë nuk do kjo. Ai e me qeshur gjithkohë edhe nuk më vlerëson mua kjo si këngëtar, kështu që nuk po ndërkohë nuk ka lidhje fare, po mendoj që ndoshta nuk ka ardhur momenti, ndoshta nuk është ajo kënga, le të themi që ty të nga materiali, s'është goditur. Që ty të, okay, mund ta bëjmë bashkë të material. Është diçka që mund ta kemi me njëri tjetrin. Nuk ka erdhur. Kështu që deri tani unë nuk besoj që do të kemi në një bashkëpunim me njëri tjetrin. Po në film? Në film jo. Se? Ti, do me thënë në rol me Turin, se Turi e vërtetoj që ishte super aktor. Jo, unë s'jam aq e mirë se aktor absolutisht, do të thënë edhe më ka çudit Turiane në film. Po se nuk e shoh veten si aktore. Po. E ma kanë propozuar dikur në një film, sepse regjisorët më shohin format ndryshme edhe normalisht si imazh I kam pëlqyer një film, një prej regjisorëve shqiptar. Edhe por prap, domethënë që në momentin që shkova në takim e kisha me siklet. Nuk më duket sikur e bëj dot, domethënë. Edhe ndoshta e gjykoj veten, paragjykoj veten, por nuk më duket sikur di ta bëj atë. Është prandaj këtyre gjërave që nuk di ti bëj për. Nuk I futesh fare. Orinda, ne kemi ardhur të përgatitur. Po. Se kemi ardhur te momenti lojrave. Dhe kjo ne shkruhemi për lojrat. Bën këtë zhurmë. Kështu dhe di për çfarë kam si? Nuk kryen asnjë funksion. Është kot për Por ne do bëjmë një lojë, pyetje me përgjigje të shpejta. Pra, mendimi I parë që ty të vjen kur unë të bëj pyetjen, do shtypësh atë dhe do përgjigjesh. Okej. Fillojmë? Je gati? Nuk do të ngacmojsh. Mirë. Okej. Kush është podcasti më I mirë aktualisht? Mia Gazani. Kush është podcasti që më pas se nuk duhet të ishte? Nuk di cilin nga ka shumë që kam parë, që kam parë jo në kështu, do të thënë që janë të famshëm, nuk janë të famshëm fare, por nuk e di pse I bëjnë, domethënë janë sa që nuk e di pse I bëjnë. I bëjnë kot për çef. Puna jote më e paguar. Podcastin. Rroga më e ulët që ke marrë në televizion. Viti parë kur kam qenë me Nextin. Sa ka qenë shifra e kujton? 80.000 lekë. Të reja. Okay. Nuk pas ka qenë shumë e ulët për ato vite. Sendi më I shtrenjtë që ti zotëron në garderobën tënde? Në garderob? Po. Veshje, aksesor, këpucë. Aksesor ndoshta, do të thënë që mund të kem në një varste, le të themi që është unaza e martesës. Edhe unaza e martesës e fejesës është send me vlerë, po më duket se është me shtrenjtë është varsja që kanë për atarën, domethënë. Sa kushton apo nuk e mban? Po se di se ka qenë dhuratë, po më duket se është më shtrenjtë. Fjala e parë që thua kur bëhesh me nerva. Kafsh ndoshta. Kafsh. Njeriu që të inspiron më shumë në televizionet shqiptare. Asnjë, nuk ke një kështu një idol, idol. Asnjëherë s'kam pas. Okej. Arsyeja për të cilën Orinda mund të mos të flas më kurrë. Gënjeshtra është që një më mitron ditë themelet normalisht, por unë nuk kam shumë pritshmëri nga njerëzit. Okej. Do të thënë jam shumë e qetë në këtë pikë, edhe kam një lloj muri mbrojtës që shpesh Turiani mua më thotë që
pse e ke, domethënë pse e ke këtë, domethënë njerëzit nuk I lejon njerëzit fare të afrohen, të shkojnë më tej me ty. Ndoshta se e kam përjetuar disa gjëra. Jo shumë, s'kam provuar shumë, qoftë edhe një më ka mjaftuar që të jem shumë mbrojtëse karshi vetes time, kështu që por kjo ka qenë pak a shumë, do të thënë thyerja e besimit. Kur nuk të zë gjumi natën, çfarë bën? Kur nuk më zy gjumi natën, lutem. Tipari ose pjesa që të pëlqen më shumë tek vetja jote, nga ana fizike flasim gjithmonë. Po sy. I ke të bukur. Edhe pyetja e fundit. Debatoj më shpesh me Vjerën për maman e Turjanit. Unë me mamin e Turit nuk debatoj për ndonjë gjë, nuk di, domethënë nuk mbaj mend herën e fundit kur mund të kem shkëmbyer në një, po shumë mërzi jo njerë. Edhe nuk ka bërë vaki. Por unë jam shumë e kujdesshme dhe kur do thënë mund të më ndodhur ndoshta në të gjithë jetën tonë një herë. Edhe unë jam shumë e kujdesshme të kërkoj falje. Edhe nëse s'kam gabim, me të them nëse unë të kam mërzitur, nëse të kam lënduar, të kërkoj shumë ndjes, tregoj se si jam ndjerë unë shpirtërisht në atë moment, dhe ne I kemi pas gjithmonë marrëdhënie shumë të hapura me njëra tjetrën. Ajo më ka besuar mua në çdo gjë, edhe në pjesën e prindërimit, është shumë e sigurt që unë di t'i bëj të gjitha. Është që unë harroj të marr në telefon. Tu që kemi sënë dhe unë. Edhe thot për shembull kur s'kemi fal 2 ditë rresht, thotë që s'ke marr. Më mbetin çiku mërzita. Tashëm po ti e di që unë kam qenë në E di. E kujton takimin tuaj të parë Orinda? Në ritëm po, e kujton. Çfarë kishe veshur një herë se është kjo frika, u bubu, do takoj Vjerën tani. Çfarë të vesh është gjëja e parë? Fustan kam pas veshur. Kam pas veshur një fustan të lirshëm fara, me ngjyra ka qenë, se mu vdes për ngjyrat. Edhe ika atje dhe si ishte ai reagimi? Kemi qenë te shtëpia Turit. Okej. Ajo po na priste atje, I kishte thënë Turit që sot do të sjell Orindën. Ajo ishte fut shumë në siklet. Shumë. Edhe kishte gatuar, kishte bërë. Po, bërë. edhe e tregon akoma sot se ai dita atë situatën, më thënë, dhe një gjë tjetër që ndodhi atë natë është kur të gjithë ishim ulur për të ngrënë dhe këto qeshin sa herë, që e kujtojnë është hëngrën shpejt të gjithë u çuan. Edhe unë ngelen tavolinë. Edhe se unë ne në shtëpinë tonë nuk kemi mësuar asnjëherë çohemi nga tavolina, ne rrim të gjithë derisa mbaroi fundit, po. Edhe është shtëpi e rëndësishme. Rrin gjithë në tavolinë. Edhe e pash një herë kështu. Dita tha, po ulem unë me ty, tha. E tha, po, edhe shumë, e pash të me shumë të ti këtë. Rri shumë tavolinë të tha. Ha me avash Ata I kishte marrë uria mbase. Po, si u qoka nga tavolina kur s'ka marrë tjetëri. Ja, s'pres ka shumë, dhe këtë e kujtojmë gjithmonë me humor, sepse më mbrapa filluan të mësonin të gjithë hanin dhe më pak më avash, edhe më të mos I paske futur, I paske mësuar për të mbarove njërën lojë, po lojën e konstian. Kemi lojën tjetër që është pak lojë edhe më personale. Pyetja e parë, kush është më organizuar në shtëpi, ti apo Turi? Orinda. Kush mërzitet më shpejt, ti apo Turi? Kush e nisi debati pari? Turi? Po, sepse unë nis mërzin, unë jam tip që mbyllem shumë në vetvete, e kam shumë të vështirë shpërthimin, edhe ai është që do e nisi debatin, ta çoj deri në fund, madje edhe kur ti lodhesh to kur ta mbyll. Ja, deri në fund ta marrësh vesh mirë këtë muhabet. Kush ankohet më shumë? Turjani. Kush ka ego më të madhe? Turjani, absolutisht. Kush harron më shpesh çelcat apo portofolin në shtëpi? Asnjë. Kush është më I rrept gjatë punës?
Ata them Turiani më mirë. Po si të do? Jo, unë jam shumë strikte, po unë bëj shumë punë vetë, edhe prandaj nuk është se nuk kam kujt i përplasem fare. Kush është më kritik nga ju të dy? Unë. Kush është më romantik mes ju të dysh? Turiani. Kush është më xheloz, ti apo Turi? Unë. Kush është më i përpikt me oraret? Turiani. Është i frikshëm? Është i frikshëm. Dhe pyetja e fundit, kush ka thënë i pari të dua, ti apo Turi? Unë. Orinda. Me shkatë të Orinda. Orinda, po momentin që Turiani të ka dhënë unazën. Si e kujton atë moment? Kemi qenë është e fortë kjo puna unazës. Të them, kur Turiani kishte ndërmend të propozonte herën e parë. Ai ka qenë madje viti i ynë i vështirë. Ai kishte ndërmend të propozonte ndërkohë, po ka qenë viti i vështirë për ne. Është ai momenti që duhet të ndash, o do jesh gjithë jetën bashkë, o do ndahen rrugët. Ai ke këpucët tamam për të ashu apo jo. I ke të mbushura si duhet apo jo. Edhe kur shkoj, unë do shkonim një fundjavë me prindrit e mi në pushime në jug. Edhe më thot në atë kohë jetoja te shtëpia e Turianit, ishte viti që ne sapo ishim bashkë, edhe që i kishim ndarë me shtëpinë, domethënë, dhe jetoja shumë shpesh te shtëpia që ku ishte edhe mami Turit, ishte edhe Elja. Edhe më thot Turi, mi bëjnë çik rrobat gati, edhe se s'kam kohë të vinë në shtëpi dhe nisemi direkt, hajde më merr nga Tringu, tham. Okej. Filloi unë bëj gjërat gati, hap sirtarin. Shef unazën? Jo! Mi Orinda dhe këtë, se ka thënë Turiani që ti zbulon surpriza, po dhe këtë të unazës mi. Po të qonë zoti. E qonë zoti, s'ka fa. Unazën ma solli zoti. E hapa nuk më pëlqeu fare. Më pëlqeu unaza që kishte zgjedhur Turi? Si ishte? Qa forme kishte? Prit do t'ja opcion. A e ke? E ke ruajtur? Po si mos ta ruaj? Ne kam patjetër. Wow! Ishte kjo. Kjo është unaza e parë. Do me thënë, ty nuk të pëlqeu, thet. Nuk të pëlqeu? Ishte e tmerrshme. Edhe e marr, edhe mira të, po kisha harruar dhe çmimin e unazës aty brenda. Kushtonte shumë. Kushtonte, goxha kushtonte. Edhe prandaj aty më nervozoj më tepër nga çmimi. Do me thënë, ka harxuar kaq shumë lek për një gjë që s'të pëlqeu. Ja the. Në atë moment nuk ja janë the. ndajta, të vetëm person që ja thash në atë moment, ja thash motrës, e mora në telefon, e veta. Orinda. Ajo kështu. Po çpate. Një i thash, po ç'është kjo mi Zilma, i thash, unë sa shumë tu ç'është. Ta i do Flori Bar. Po mos flita shumë se s'është shumë tuar se lula është antike. Ua, sa ajo përpiqet të më Që antike mi thash, ç'është kjo, i thash. Po ç'se vogël është dhe rjesh, i thash, ç'se vogël. Ti shikoj edhe gurin që ishte i vogël. Ç'është diamant kështu, i thash, ç'është diamant kështu. Po diamant më është atë çka ka pa. Jo, është skandal të shumë. Si ti them po, unë këtë me këtë. Ishte edhe viti i vështirë ndërkohë. Kupton, u bën. Ishte i shtys zona. Dy mendime në mendjen e Orindës. Gjithsesi tha, fute brenda tani ata aty, tha. Në atë vit do shkonim në një pushime 2 javore në Spanjë, që kishim bërë gjithë turneon e Andaluzis. Edhe aty i kishte planifikuar ai që do e jepte unazën. Edhe i them, si futa tani unazën, më thot, mua bëj si kur tash, i tha, mos hap kraun, ta që tuar që petha, nuk ka kuptim ta kjo gjëja. Edhe tha, po s'pëlqeu, tha, ndroje rrugës, tha, merre një herë, tha, pastaj ndro rrugës. Po një herë po. Po një herë po. Të linte ty mola nga brenda? Po linte, edhe ria, ai se i kam në Spanjë, ai nuk e mori unazën me vete. E harroj? Jo, thjesht nuk e mori. Nuk e more. Pra propozimi nuk erdhi atëherë kur ti e mendove. Pas disa kohësh, kjo unaza vazhdon të qëndronte tek Sirtari i këtij. E tash, shumë që shkjo punë,
Unë pres propozimin. Dhe merë tur ma jem. Ka që. E thamë, të rani thash, po, thamë, ishte në telefon. Se të kam thënë, thash unë. Mos ke gjë na ju nasë. Kur do më propozosh? Kam gjetur një gjë, thash unë, të stertare. Qa, tha? E pa, e dyre. Kapi. Edhe tha, kam gjetur një unazë, thash unë. Edhe, ha, tha dhe? Po, e kujtë është, e mamit të. Eshën, e mamit, eshën, kujtë, po ja fu të këtoj, eshën e mamit. Aty filloj sherrë. Qa them unë ty tash, ti gërmon, tha dhe aty ku s'duhet gërmosh ta. Po si më gërmova, i thashun, ti më të shko më merë veshjet, i thashun, si gërmova, i thashun, kush gërmova, i thashun. Vetë më the. I thashun, shko më merë bluzën. Po, shpun kishe ti aty, tha. Unë si kisha bluzën aty, po kishe kanë atjerë, i thashun. Shike këto, tha, shkon, gërmon, tha. E prisha, tha, e prisha. Nëse i thashun, nuk më pëlqeu, na. Ja, dhe të Po, ja thash, nuk më pëlqeu. Qa të tha? Nuk të pëlqeu? Atëre mbaje në gishta, nuk është ky propozimi, ta mbaje në gishta, s'ka problem, ta gëzosh unazën. Ua, sa i pre. Pra, nuk pat propozime atë ona. Jo, nuk ul në gjojnë. Nuk ul në gjojnë me atë unazë. E lumtur ti, besoj. Po, mbaje atë unazë, jo që dua unë unazë, më bëj edhe kështu. Jo, ty mbaje, ta mbash se ka bërë gjithë ato lekë, ta mbash. E ke vendosur faktën se gjyna? E ka vendosur, po e rregullova me dy unazat të tjera, i bëra një dekor tjetër, pra me diamant, po ja bëra ndryshe. Edhe ta shif mbaje ta, se jo t'ja është, po s'është ai propozime, ta kesh parasysh ta që s'është unaza feje. Mos gërmon më! Mos gërmon! Mos gërmon më! Ai tu e çu si për kavatë, Ai tu hap grop me leopard. Me grop veç mos me. Të e vut brenda. Dhe si ndodhi propozimi i vërtet? Ka qenë propozimi i vërtet ka qenë kur unë bëra 30 vjeç, ishim në një fundjavë në Rom. Festoja ditëlindjen, e ndjeja që ai do e bënte. E ndjeja. Ndjeje. Po e ndjeja se nuk gërmove. Se thash lërë fare. Pata një dyshim se ky kërkoi Marcelën për një gjë. Domethënë dhe i pash ishim bashkë tash. Marcelën e Geraldinën, dekori, e bëre lidhjen ti. Po e dinte jo s'ishte vetëm dekori, se sa i zbëri asgjë me dekor, por e donte që ti zgjidhte unazën, që ti ishte e sigurt që po ja zgjidhte tamam. Bravo tu. Edhe kështu që ta smerr më me ato. Tash i tha Marcela, tha, hajde ta gjejmë bashkë, tha se nuk merrem, s'më pëlqen, s'më bën, tash i tha. Okej, edhe me Marcelën se e kishte shkuar e kishte zgjetur. Dhe në 5 shkurt, ne ishim që në 4 shkurt në Rom, dhe hëngrëm një darkë të fundim gjepalit të restorantit në Rom. Në edhe, tha, ikim tani, ta shkojmë pim në një gotë, që edhe presim ditën tënde, tha, presim në një gotë në një lokal. Marrim taksinë, taksia në mbajti aq, më dhe ishte, po më vinte ditëlindja në taksi. Po të vinte 12 aty. Që ta bënte një propozim në orën 12. Dhe në atës, dhe në momentin që ne ndalojmë të pjasa Lipopolo, me taksi, i thot taksistit, lekët a i s'po i kthejtë dhe kusurë, nuk ka problem, dil për jashtë, dil, Lorinda, dil. Dhe në atë moment të tash, kur ky ishte aq shumë aq i agituar, mos ky ishte tash do ulet në gjojnë, tash. Si qa do bëj unë? Me erë bisiklet aty shumë. Kishte njerëz? Po dëgjoj, po kishte shumë njerëz. Ishte ora 12, po prap kishte shumë njerëz. E di shumë mos ul. Ori në përse. Mori ta bëj tamam. Mos ul, të lutem, mos ul. Tash. Po më lart, po ta bëj tamam. Mos ul. Po ti më lëre. Ishte kështu. Po më lart, ta bëj një propozim apo një vitër. Maja, s'ka që, tash Maja, po. Po ne kemi vendos për të martu me 27 korrikti më bruzon mua për 30 vjetorit. Po si mis më leta bëja në, nuk e ti, tash më fut një siklet, tash unë që nuk. Dhe një dëshirë për 2026 nga ne.
thuaj Turit për një film tjetër. Mund ta bësh këtë? Virgjia, Turi pa e bërë një film tjetër. Perdi, pas ka thot. Është duke bërë Kazermën 2 apo është duke bërë një film të ri komplet? Tjetër komplet, domethënë, por që besoj që lidhja e Turit me kineman do të zgjas. Do të zgjas. Është një gjë që do të zgjas. Besoj që ai ka marrë knajsi nga kjo që bëri. Orinda, shumë faleminderit. Gëzuar festat e Gëzuar fundit. festat që shumë kënaqësi ne mezi po presim edhe këngën që ti the që do të lancos filmin e Turit dhe gjithçka tjetër. Mos e vano shumë, se e kam vonuar vetëm prej Turianit. Është në plan për të nxjerrë në fund të nëntorit dhe e kam shtyrë çdo gjë vetëm prej filmit të Turianit. Se edhe Mam në kuzhinë do ishte këtë vit, po u shtyr për vitin. Gruaja ideale. Jo, sa me fatje more Turian. Bëjnë kalkulime, bëjnë parashpeshim. Shumë faleminderit, Orinda, ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit e gjithë ju që na ndoqët, ne u kënaqëm shumë.